Mbrëmjen e sotme do kemi mundësi që të lidhemi edhe në disa vende të tjera për të kuptuar pak situatën, do shkojmë në Rusi, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe në Katar po ashtu. Po ndërkohë, sapo të bëjmë edhe prezantimin e të ftuarve, më pas do kemi mundësi që të ndjekim të gjitha zhvillimet dhe të flasim më tej. Kënaqësi të kemi ditën e sotme në studio Gentian Gaba, analist, faleminderit shumë. Zoti Xhavid Shala, ekspert i çështjeve të sigurisë, profesor, faleminderit shumë, kënaqësi që ju kam në studio. Ylli Doçi, pastor, njohës shumë i mirë çështjeve amerikane, faleminderit shumë, kënaqësi. Gjet Ndoj, historian, ish drejtori i arkivës në Shqipëri, faleminderit shumë, kënaqësi që ju kam në studio. Kemi shumë gjëra për të diskutuar. Unë teksa profesor, ta nisim së bashku një fundjavë me shumë zhvillime të shpejta, unë thash të paralajmëruara, po mes ta duket erdhen më shpejt se që kishim planifikuar. Të paralajmëruar ishin dhe besoj se këtë rrugë mori, dhe kjo duk sidomos në fjalën që majti presidenti Trump para 2 dhomave në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kur tha që raketat e Iranit shumë shpejt, Irani mund të prodhojë shumë shpejt raketat që arrin në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, paraqit Iranin si kërcënim ekzistencial për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe fakti që deri aty nuk kishin hecur çështjet e bisedimeve pikërisht për këto programe, kuptohet pastaj që gjithçka do zgjidhej politikat do vazhdonte me armë tashmë. Është shumë shkurt për 1 minutë desha ta përmbledh pak situatën sepse pse u arrit deri këtu. Në 2015-ën, Irani në trysninë perëndimore, në atë kohë Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe disa shteteve kryesore europiane, nënshkroi një marrëveshje për pasurimin e uraniumit. Unë shkruaj marrëveshje dhe me afat të caktuar dhe kjo Irani merrte përsipër pasurimin e uraniumit në nivelet e përdorimit për qëllime civile, paqësore. E dyta merrte përsipër monitorimin, pra lejimin e monitorimit nga Agjencia e Energjisë Atomike e Vjenës, dhe treta pastaj ju dha që u hoqën sanksionet. U lidh kjo marrëveshje ku erdhi presidenti Trump në Trump i parë, domethënë në mandatin e tij të parë, ai e rrëzoi marrëveshjen. Dhe bisedimet filluan kur erdhi përsëri në mandatin e dytë presidenti Trump. Pra ishte një vazhdimsi e politikës së presidentit Trump për këtë. Dhe kjo vazhdimsi në këtë rast kishte të bënte me synimin për të bërë një marrëveshje më të mirë, sepse nëse arrinte me atë marrëveshje që ishte, pse u prishte ajo marrëveshje, domethënë. Dhe synimi këtu ishte që të detyroi Irani të hiqte dorë totalisht nga programi i pasurimit uraniumit. Dhe këtu, sidomos edhe me mbështetjen, këtu ishte interesi 2 shteteve, dhe i Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse një Iran me fuqi bërtamore përbënte një kërcënim të madh rajonal për Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërsa për Izraelin ishte një kërcënim ekzistencial. Pra një Iran me energji, me armë bërtamore. Dhe kjo pastaj fillon bisedimet në prill të vitit kaluar, fillon bisedimet, si dihet, ato bisedime nuk ecën, po ta kemi parasysh në atë kohë nuk është shtruar problemi i programit raketor. Nuk është përmendur, në atë kohë ka qenë synimi ishte vetëm që ta detyroheshin Iran të hiqte dorë fare nga programi i pasurimit. Dhe ngesën ato dhe ndodha lufta e qershorit, lufta 12 ditore. Pas kësaj rreth 6 muaj nuk pat pothuajse fare, asnjëra palë nuk dha, as mori mesazhe njëri me tjetrin për të vazhduar puna e marrëveshjes. Kjo filloi meqense në fund të dhjetorit regjimi filloi një dobësim të përgjithshëm për shkak të revoltave të studentëve dhe të pjesë madhe të popullsisë, duket presidenti Trump e nuhati situatën që është një moment që regjimi është në vështirësi dhe fillon shtoi tursin për bisedime. Ndërkohë, në këtë kohë u përcaktuan pisa të qarta, pra çfarë do synohet, 3 gjëra do synohen. E para, niveli pasurimit 0 ose Irani do heqë dorë përfundimisht nga programi për pasurimin e uraniumit. E dyta, Irani nuk do të reduktonte ose do t'i vishën kufizimin e programin raketor, dhe e treta do të hiqte dorë nga financimi i strukturave proxy, nga ato që ata e mbështesin. Këto 3 ishin kryesor. Irani ndërkohë pozicionua më një herë fort që ne mund të merremi me të parën, po vije kuqe dhe thelbi i strategjisë së tyre të sigurisë kombëtare është programi raketor, nuk është programi bërthamor. Po duk një moment që pat një tentativë nga Irani për
për të patur dialog me Shtetet Bashkuara të Absolutisht, Amerikës? shiko, Irani ka synuar gjithmonë, por duke ndarë programin bërthamor me programin raketor. Programin raketor nuk ka pranuar në asnjë rrethant ta ketë në tavolinën e bisedimeve. Pse? Se ai është thelbi i strategjisë së mbrojtjes së Iranit. Dhe në këto kushte pala amerikane nguli kam për të treja në paketë, sidomos gjithçka ndryshoi, sidomos sepse amerikanët në fillim mund pranoshin të hyshin vetëm për programin bërthamor, por ishte një vizitë në prag vitit 3, po ta keni parasysh një vizitë e kryeministit izraelit Netanyahu në mesën dhjetor në Washington, dhe aty Netanyahu paraqiti kërcënim ekzistencial për Izraelin programin raketor. Pra kjo ishte një moment shumë kyç. Ndërkohë edhe presidenti Trump pasaj në fakt po ta bësh një analogji me se kështu filloi edhe Korea e Veriut. Filloi me një program bërthamor, filloi me një program raketor dhe sot ka raketa që arrin Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra presidenti Trump në një farë mënyrë donte ta eliminonte si kërcënim ekzistencial dhe filluan bisedimet. Dhe këto bisedime vazhduan ndërmjetës në këtë rast ka qenë asnjëherë nuk kanë qenë përballë, po ndërmjetës ka qenë Omani, çuditërisht Omani u sulmua, domethënë edhe shumë e çuditshme dhe baza amerikane në Oman, dhe nuk u arrit aty që shpresonte presidenti, dhe normalisht ai bëri atë që kishte paralajmëruar, pra një sulm. Unë kam përmendur edhe tjetër që ky sulm presidenti Trump nuk është për lufta të gjata. Ai gjithmonë niset synon një luftë tip 12 ditore ose diçka më shumë ose diçka më pak. Vila e përmend në një intervistë, unë për 2-3 ditë mund ta mbyll këtë, pra ju çoj një mesazh, nëse ju do pranoni për 2-3 ditë ne mund ta mbyllim luftën, ose do vazhdojmë gjatë dhe pastaj duhet vite të tëra për të arritur aty ku mund të jeni tani. Domethënë kjo është situata. Me këtë lloj paralajmërimi edhe deri të hënën mund qetësohet situata. Mundet, sepse sot nuk e di ndoqët pak ishte edhe reagimi i presidentit iranian, i cili tha që me këtë goditje që keni bërë, pra unë po e perifrazoj, ne do t'jemi në gatishmëri për të shtypur armiqt tanë, sepse kjo gjë e keni shtypur dinjitetin ton, me çfarë keni. Nëse u vra lideri i shtetit, e kupton, kështu që nuk është shumë e thjeshtë tash që ata për 2-3 ditë të ulen në bisedime. Domethënë unë nuk u besoj, bile ata 40 ditë do marrin zi dhe në brenda periudhës së zis zorse do kenë bisedime, nuk e di. Sa është 40 orë? Janë 40 ditë. 40 ditë. Zi kombëtare. Kështu që kjo është ata, domethënë. Mund të qartësoj diçka, edhe ndoshta profesori mund ta konfirmoj. Më thuaj. Është shumë e rëndësishme që të bëjmë një diferencim në lidhje me sulmin kundër Iranit. Sulmi u bë nga Izraeli me mbështetjen e Amerikës. Pra nuk ishte një sulm amerikan. Amerikanët ishin... Trump i tha bom ne burta që ti thu. Jo. Trump i tha bom ne bashkë me Izraelin, nuk 200 avion ka Izraeli me sa diun, nuk e di sa ka. Po të 200 avionet e Izraelit ishin në këtë sulm. Ka patur një ndarje rolesh. Njëri u mur me programin bërthamor, Shtetet Bashkuara të Amerikës programin bërthamor. Fazën e parë. Kurse Izraeli u mur me programin raketor, pra goditjen e bazës raketave e gjitha. Unë jam dakord që pothuajse Amerika nuk kishte lëvizje në këtë mes. Jo. Nuk e ka fsheh Amerika këtë punë. Jo, nuk e ka fsheh. Ai ka vlerësuar kërcënim ekzistencial, morë fune. Por ka një veçanti që është Izraeli ai që e ka sulmuar dhe Amerika është në mbështetje të luftës dhe në mbështetje të sulmit Izraelit. Pse? Më tepër ndoshta për arsye të vendimeve që duhet marrë Kongresi Amerikan nëse do hapësh luftë me... Nuk bërë vendim, ka kohë në vetë presidenti. Jo, ishte një nga diskutimet me cilat u përballëm javën e kaluar se për të shmangur dhe aktin e autorizimit të Kongresit, po dhe mungesën e një rezolutë nga Kombet e Bashkuara që mund të ishte ky eskamotazh, por që deri në fund Trump hoqi dorë nga ai sepse i vuri, i vendosi fytyrën e vetë sulmit sepse doli para prakisht dhe deklaroi madje dhe përpjekje për një ndryshim. Ai unë e bëra luftën dhe unë e fitova. Por po them që e vërteta është, edhe praktikisht kanë qenë avionet izraelit ata që e kanë realizuar sulmin. Po sepse në fazën e parë ka pas një ndarje rolesh në orët e para të sulmit, që në 60 sekondat para, informacionet që kemi marrë tashmë, në 60 sekondat para janë eliminuar gati 40 lider të gardës revolucionare, përfshi këtu dhe pastaj liderin suprem,